cili është ndryshimi mes një trendi që vjen me zhurmë dhe ikën me vrap dhe një sistemi që është i qëndrueshëm. Shumë biznese online ndërtohen jo mbi baza me themele, ndërtohen mbi rër, mbi një algoritëm që ndryshon, ose mbi një premtim pa themel. Ata e marrin shpresën e njerëzve, marrin paratë e tyre dhe zhduken. Shumë biznese online janë si ato fishek zjarët që ndriçojnë fort për 2 sekonda dhe pastaj ju mbetet tymi. Ne nuk duam të jemi fishek zjarë. Ne duam të jemi dritë. Ajo drita që ndriçon rrugën çdo natë. Platforma jonë digjitale ka eksperiencë pune dhe 10 vjet nuk janë pak. Dhe 10 vjet në botën online janë sa për 100 vite në biznesin fizik. Përvoja jone akumuluar nuk është fat, është testim. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për audiencën, sepse tani nuk kemi pse të bëjmë ne gabimet që kanë bërë personat në vitet e para të ndërtimit të platformës. Drejtuesit tanë kanë bërë shumë rregullime në sistem, që të na ndihmojnë ne për të kaluar shumë vështirësi, mos kalojmë ato vështirësi që kaluan ata. Dhe të gjitha këto janë në gjuhë të ndryshme në të gjithë botën. Ne nuk kemi qëndruar të njëjtë. Kemi ndryshuar, kemi dështuar, jemi përshtatur dhe mbi të gjitha, njerëzit kanë marrë pagën e tyre, kanë marrë shpërblimet e tyre. Ky pra është testi më suprem i besimit.